Deputeti Ilir Demiri do të veprojë si i pavarur. Për këtë vendim, ai e ka njoftuar kryetarin e kuvendit Afrim Gashi, njoftuar nga kabineti i kryeparlamentarit. Demiri u zgjoll deputet në njësinë e 6 zgjedhore si kuadër e Aleancës për shqiptarët nga krahu i Zjadin Selës, partia e cila në zgjedhjet parlamentare garoi në koalicionin Fronti Evropian të udhëhequr nga BDI. Vendimi i Demirit për të vepruar në mënyrë të pavarur vjen pasi Sela paralajmëroi largimin nga koalicioni me BDI-n. Kryesia qendrore, siç njoftoi Aleanca për shqiptarët me 18 nëntor, ka vendosur që partia të veprojë në mënyrë të pavarur, ndërsa deputetët e saj në kuvend do të formojnë një grup të pavarur. Pas diskutimeve thelbësore dhe shumë të rëndësishme, antarët e kryesisë unanimisht morën vendim për veprim autonom të Aleancës për shqiptarët, ndërsa në ditët në vijim, deputetët e ASH-s do të procedojnë në kuvend vendimin për të vepruar si grupi pavarur, njoftoi Kryesia Qendrore e ASH-s me 18 nëntor. Në përbërjen e kaluar qeveritare, Demiri ushtronte detyrën e ministrit të shëndetësisë nga shkurti deri në qershor të vitit 2024.